Përshëndetje shpirt i bukur dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Unë jam Rina, një psikologe dhe një coach. Jam nga Kosova, për jam rritur në Londër dhe këtë kanal e kam kriju për ty. Me të ndihmu ty mi arrit të gjitha qëllimet, të gjitha ëndrat e tua në këtë jetë. Kështu që, nëse jeni të ri këto, mos harroni të bëni subscribe, të komentani, të bëni like dhe të bëni pjesë e kësaj familje. Okej, kjo video është veçanërisht për gratë që janë në vitet e tyre fertile. Pra, nëse je burr, mundesh me qëndru nëse dëshiron mi kuptu më mirë gratë në jetën tënde, ndoshta nanën, motrat ose partnerën, po nëse kjo video nuk është për ty, mundesh me bo skip tash. Sot dua me prezantu një koncept që po ndryshon mënyrën se si miliona gra në tërë botën po e shohin veten. Dhe ky koncept quhet cycle syncing. Është një mënyrë për të punuar me ciklin tënd femëror, jo kundër ti. Kjo video është për ty nëse dëshiron me pas më shumë energji, më shumë produktivitet, më shumë lumturi, me kuptu veten më mirë, edhe me kuptu se kur ti mundesh me qenë më produktive, kur është koha më e mirë me pushu, se ndoshta ndihesh ashtu qysh ndihesh gjatë disa ditëve në ciklin tënd, dhe thjesht ki me kuptu veten shumë më mirë. Edhe me pranu veten. Nëse ti e shikon këtë video deri në fund, do e kuptosh pse energjia jote ndryshon gjatë muajit, si të planifikosh rutinën tënde me ciklin tënd, si të ndihesh më e lidhur me veten dhe me energjinë tënde femërore, dhe si ti përdorësh këto njohuri të krijosh një jetë me më shumë balans, më shumë lumturi, të jesh më e suksesshme, më e qetë, dhe të jesh verzioni më i mirë i vetes. Për të kuptuar cycle syncing më mirë, duhet të dish që trupi mashkullor dhe trupi femëror nuk funksionojnë në të njëjtën ritëm biologjik. Shumë sisteme moderne të jetës, mënyra si punojmë, orarët e gjata, pritshmëritë për produktivitet konstant, janë ndërtuar rreth një modeli ku ti duhesh të shfaqesh me energji të njëjtë çdo ditë. Ky model funksionon shumë mirë me një model 24 orësh, që quhet the circadian rhythm. Dhe ky është ritmi që meshkujt e kanë çdo ditë. Zakonisht kur të zgjohen meshkujt në mëngjes kanë më shumë testosteron, dhe gradualisht kjo bjen gjatë ditës, pra çdo ditë trupi i tyre e kalon këtë cikël. Po, gratë janë shumë ndryshe. Ndryshe nga circadian rhythm, trupi femëror ka edhe një cikël tjetër, me një ritëm tjetër biologjik që quhet the infradian rhythm. Ky ritëm lidhet me ciklin menstrual, i cili zgjahet rreth 28 ditë. Pra, gjatë këtyre javëve, nivelet e hormoneve ndryshojnë vazhdimisht. Hormonet estrogen dhe progesterone rriten dhe ulen në momente të ndryshme gjatë ciklit tënd. Dhe këto hormone ndikojnë në energjinë tënde, në disponimin tënd, gjumin tënd, në fokusin tënd, në produktivitetin tënd, dëshirën për aktivitete sociale dhe ndikojnë në nevojën për pushim. Ti si grua e ki një cikël që ndryshon nga java në javë. Ne si gra presim që të kemi të njëjtën energji, të njëjtën disponim të mirë, me qenë produktive çdo ditë, me qenë njëjtë çdo ditë. Edhe pse natyra jonë nuk funksionon kështu. Ne jemi kriju për me qenë ndryshe nga meshkujt. Dhe për këtë arsye, dua shumë që ti të mësosh nga kjo video pse është e rëndësishme të mendosh ndryshe për veten nga sot. Para se me vazhdu me videon, dishta me ju prezantu me Alisa VT, sepse shumë nga konceptet që do t'i diskutojmë sot në këtë video vijnë nga ajo. Ajo e ka shkruar librin In the Flow dhe është edukatore dhe shkencëtare amerikane që e ka formu këtë konceptin e cycle syncing. Unë e kam gjetë librin e saj dhe
Nuk muj me ju tregu se sa shumë ka ndryshu jeta ime prej që kam fillu me i bo këto ndryshime në jetën time. Në libër ajo e shpjegon historinë e saj me PCOS edhe tregon që kjo e ka shty me fillu me hulumtu më shumë rreth ciklit të saj. I ka thonë vetës çka nëse ky cikël i çrregullt po tregon diçka për mu, po tregon që diçka duhet me ndryshu brenda meje. Kjo pyetje e çoi drejt studimeve të hormoneve, të ushqimit dhe mënyrën se si gratë mujnë me punu me sistemin e tyre biologjike. Ajo filloi me u fokusu në mënyrën se si ushqimi dhe stili i jetesës kish në jetën e saj. Tash të flasim për 4 fazat e ciklit femror. Mendoj si 4 stinët, sepse kështu është më lehtë me kuptu. Është mirë me ndjek ciklin tënd. Unë e përdori një aplikacion që quhet Flow, aty të tregon në cilën fazë je çdo ditë dhe është shumë më lehtë që ti me kuptu ku je në ciklin tënd. Faza e parë është faza menstruale ose dimri, ku normal ki gjakderdhje dhe fillon cikli i ri. Kjo është faza për të ngadalësuar mesazhi që trupi yt po të jep gjatë kësaj faze është që është mirë me u ndalë dhe me pushu dhe me marrë më shumë kohë për veten tënde. E di që është vështirë sepse ndoshta ki me punu, ose ki fëmijë, ki obligime, ki shumë punë, e di, të kuptoj. Po, nëse mundesh me gjetë një kohë ose mas punës ose gjatë ditës me ushtri dhe me pushtu, ose thjesht veç me u relaksu, me u ngadalsu, mos me shku ndoshta në shumë aktivitete fizike ose sociale, me pas më shumë kohë për veten tënde, sepse trupi yt gjatë kësaj faze ka nevojë për pushim dhe rikuperim. Është edhe një kohë shumë e mirë që ti me reflektu dhe intuita jote është më e lartë, mundesh me pyet veten se çka po shkon mirë në jetën tënde, çka nuk po shkon shumë mirë, çka duhesh me lëshu ose me lon në jetën tënde. Faza e dytë është faza folikulare ose pranvera. Kjo zakonisht ndodh në ditën e 6 deri në ditën e 14. Pra energjia jote fillon të rritet dhe trupi pregaditet për ovulation. Në këtë fazë mundesh me fillu projekte të reja, sepse ki më shumë energji, ki më shumë ideja, ki më shumë motivim me mësu ose me lexu, dhe mundesh me fillu me planifiku javën tënde ose me i bo disa plane që ti i ki që janë më të mëdhaja. Për arsye që ki më shumë energji, aktivitetet fizike janë shumë atleta gjatë kësaj faze dhe është mirë me pyet veten gjatë kësaj kohe. Cila ëndër meriton vëmendjen time tani? Faza e tretë është faza e ovulacionit ose ovulation phase dhe kjo është vera. Kjo zakonisht ndodh në ditën e 15 ose në ditën e 17, po krejt varet nga ti dhe cikli yt. Për shumë gra kjo është një periudhë ku ti ndihesh shumë mirë, dukesh më bukur, ki më shumë energji, ki qef më shumë me dalë, mu taku me njerëz, ki më shumë energji për aktivitete, për punë. Kjo është koha ku ti je më produktive, sepse ki më së shumti energji. Faza e katërt është faza luteale, ose the luteal phase, dhe kjo është faza e vjeshtës dhe ndodh në ditën e 18 deri në 28. Në këtë fazë ende ki energji, po e vren që energjia jote fillon me zbrit pak, lodhesh më shpejt. Është mirë gjatë kësaj kohe me vendos më shumë kufi dhe me mbrojt energjinë tënde më shumë. Është mirë me pastru ose me kry të gjitha punët që ti i ki para se me fillu fazën menstruale, ku nuk ke me pas shumë energji, dhe është mirë me i largu ato gjërat që ta marrin energjinë gjatë kësaj kohe. Kur të je më shumë në fazën e fundit luteale,
Është mirë me kriju më shumë hapësirë për pushim. E di që çdo person është ndryshe, për ty ndoshta mundet me qenë me ushtri, ose me lexu një libër, me shku me bo një masazh, diçka që të lidh me energjinë tënde femrore, ku ti nuk ki nevojë vazhdimisht veç me qenë produktive. Alisa sugjeron që është mirë me i konsumu ushqime caktuara gjatë fazave të ndryshme të ciklit, në mënyrë që t'i japim trupit atë që i nevojitet në çdo fazë. Sepse ajo thot që kjo të ndihmon të kesh më shumë energji dhe i ndihmon trupit tënd me i menaxhu hormonet e ndryshme gjatë ciklit. Ajo sugjeron që në fazën menstruale, në fazën e parë, është më mirë me konsumu ushqime si kale, spinach, këpurdha, mish viçi ose mish pule, salmon, avokado, drevza, çokoladë të zezë nëse dëshironi diçka të ëmbël. Në fazën e dytë, në fazën folikulare, ajo thot që është më mirë me konsumu karrota, brokoli, pul, vezë dhe fruta të ndryshme. Në fazën e tretë ose ovulation phase, ajo thot që është mirë me konsumu perime të ndryshme, salmon, pul, pasol ose fasule, ara dhe fara dhe molla të pjekura. Në fazën luteale ose luteal phase, ajo thot që është mirë me konsumu më shumë lule lagra, qep, patate të ëmbla, brokoli, pul, vezë, banane dhe fruta të ndryshme. Tash të flasim për mënyrën më të mirë me humb pesh duke e përdor cycle syncing. Sipas Alisës, në fazën folikulare dhe në fazën e ovulacionit, trupi kërkon më pak kalori. Dhe kjo është një fazë shumë e mirë ku ti nëse dëshiron me humb pesh, mundesh me ngrën pak më pak dhe me pa më shumë rezultate. Në fazën luteale dhe menstruale, trupi ka nevojë për më shumë kalori. Pra, në këtë fazë ajo thot që nuk është shumë mirë me ndalë veten, nuk është mirë që ti mos me ngrën asgjë, sepse kjo mundet me ndiku shumë tek hormonet e tua. Nuk e dia e vren edhe ti, po si të hyn në fazën luteale, kjo ndodh gjithmonë me mu, ndihem që du me konsumu shumë më shumë ushqim dhe jam gjithmonë më unt. Kështu që kjo është normale, nëse dhe ti e ndjen këtë, metabolizmi yt rritet. Është okej që të hash pak më shumë. Tash të flasim për pse është e rëndësishme të pushojmë. Gjatë fazës luteale dhe menstruale, jetojmë në një botë që shpesh herë shpërblehet puna, produktiviteti, arritjet, suksesi, ndërsa pushimi na duket si humbje kohe ose si diçka që ne duhemi me fitu pasi kemi mbaruar gjithçka. Dhe shpesh çka ndodh me gratë është që harrojmë që trupi jon ka nevojë për pushim. Edhe sa më shumë që ne pushojmë gjatë fazës luteale dhe menstruale, aq më shumë energji kemi me pas në fazën folikulare ovulare, në ato dy fazat e tjera. Nuk po them që unë jam më e mirë, se unë kom punu shumë në veten edhe ende jam të punu në veten në këtë, sepse edhe unë e vrej që e shty veten shumë, sidomos në atë fazën e ciklit, ndoshta ku është më mirë me pushu. Tash kam ndryshu, se po mundona ma shumë me pushu. Besoj që shumë gra veprojnë njëjtë, e kanë shumë të vështirë me u ndalë, edhe këtë e vrej edhe të klientët e mi, që thojnë që po nëse unë e pushoj, unë nuk jam e mjaftueshme, unë duna me qenë non-stop produktive, sepse atëherë ndina mirë me veten. Po, unë po të them tash që ti meriton me pushu dhe është gjëja më e mirë që ti mundesh me bo për veten tënde. Sa ma shumë që ti pushon, ti lidhesh me energjin tënde femrore. Diçka që kom vrejt une është që kur unë marr kohë
me pushu gjatë fazës luteale dhe menstruale. Une jam një version më i qetë i vetës. Jam një person më i mirë. Jam më e lumtur, sepse lumturia nuk vjen vetëm nga arritjet. Edhe pse jetojmë në një botë ku vetëm produktiviteti dhe suksesi janë arritje. Arritja është edhe me qenë e qetë, me qenë okej aty ku je për momentin, me pushu. Ti je një grua e mrekullueshme. Pse mendon që ti duhesh me qenë produktive çdo sekond të jetës tënde? Kjo ndoshta lidhet me një bindje që ti e ke marrë nga fëmiria, që nuk po të shërben më. Mundesh me përdor këtë periudhë me vendos kufi dhe me thonë jo, nëse ti nuk dëshiron me dalë, ose je shumë e lodhur, nuk ke energji, ose nerva me u marrë me askënd, është okej. Nuk duhesh me u mundu me u bo dikush që nuk je në atë moment. Thjesht duhesh me pranu veten ashtu që po ndihesh dhe me kuptu që sikur hana ti ki faza të ndryshme. Sa ma shumë që ti e lejon trupin tënd me qenë në atë fazë, aq ma letë ka me qenë, se ti nuk po mundohesh me luftu me veten. Trupi po të thot që është koha me pushu, po ti po thu jo, është koha me qenë produktive, me qenë shumë e lumtur, po trupi nuk po ndihet ashtu për momentin, kështu që është më mirë veç me akseptu dhe me thonë, okay, kjo është fazë, pas disa ditë ka me kalu dhe ka me u ndi më mirë. Alisa flet edhe për konsumimin e kafeinës. Ajo thot që kafeina nuk është shumë e mirë për hormonët e grave. Dhe nëse ti konsumon shumë kafein, kjo mundet me ndiku te hormonët e tua dhe te cikli yt. Unë mundohem me pi një kafe në ditë edhe e qes shumë të lehtë, të dytën kafe e qes tepër të lehtë dhe decaf, sepse e di që kafeina e ngrit kortizolin, që është the stress hormone, dhe kjo ndikon në hormonët e tua dhe mundet me pas ndikim në ciklin tënd. Ne e dim që sa ma shumë stres që kemi, aq ma çrregullt mundemi me pas ciklin ton. Kështu që nëse mundeni reduktoni kafen, sepse kjo ka ju ndihmu me qenë më shumë në energjinë e juaj femrore. Mu më kujtohet që para se me mbet shtatzan dhe gjatë shtatzanis dhe pas lindjes unë e kom eliminu kafen komplet dhe jam ndi shumë mirë dhe jam ndi shumë ma e qetë, s'kom pas atë shumë stres. Unë e vrej veten si të konsumoj shumë kafe, fillon me mu dridh trupi, kam ma shumë ankth dhe ndihem më e stresuar. Kështu që kjo ka shumë ndikim tek gratë. Okej, shpirti i bukur, shpresoj që t'ka pëlqy kjo video. Nëse t'ka pëlqy, mos harro të bësh një koment ose thjesht një like në video, sepse i vlerësoj shumë komentet e juaja dhe gjithmonë i lexoj, dhe shpresoj që kjo video t'ka ndihmu sadopak me kuptu veten më mirë. Nëse keni ndonjë sugjerim për një video tjetër, më tregoni në komente. Deri herën tjetër, shpresoj të kaloni një ditë, një javë, një muaj sa ma të mirë dhe sa ma të bukur, me sa ma shumë pushim. Dhe shihemi në videon tjetër. Tung tung, miru pafshim, ju dua shumë.